Hamim, iniciale për të cilat kemi folur edhe më herë, iniciale, shkronja të cilat nuk përbëjnë fjalë. Çfarë do të thotë i madhi Zot me këto iniciale, vetëm ai e di dhe askush tjetër. Po kemi mendime të ulemave të ndryshme, të selefëve, sahabëve, tabiinëve, tabiinëve, komentatorët Koranit, ama prapë që të gjithë thonë Allahu e di më së miri se çfarë ka dashur të thotë Zoti me këto iniciale Hamim ose Elif Lam Mim dhe kështu me radhë. Dhe gjithmonë kemi cekur një element, se është mendim i fortë i shumë komentatorëve të hershëm dhe të vëndshëm, të cilët thonë se me këto iniciale i madhi Allah, sikurse, dhe kjo është një mendim prej kuptimeve të këtyre inicialeve, i madhi Allah sikurse po don me ua tërhiq vërejtjen me kazve korejshitve pagan, të cilët po refuzojnë ta pranojnë Kur'anin për libër të Zotit, e po javcik të shkronja për mja tërhiq vërejtjen, sikurse kur i thu dikujt hej, dhe ai të shikon.